Por I kthehemi në studio ditëror dhe sot në 19:11 kemi një të ftuar shumë special. Jo që të gjithë të ftuarit tanë deri më tani nuk kanë qenë më pak në fakt, por ai është si fishek zjarri I fundit dhe më I fuqishëm, që shpërthen dhe ndriçon qiellin për të gjithë. Pavarësisht moshës, rrethit apo vendit, të gjithë ndjejmë ndikimin e dritës së tij dhe tingullit kudo që shkojmë. Ky është pikërisht personazhi që përveç rekordeve personale që I thyen kohë pas kohe, erdhi edhe në Shkup këtë gusht dhe realizoi një koncert revolucionar. Fantastik. Fantastik, ë? Si gjithmonë, ai ditë na surprizon çdo fund vite dhe kësaj radhe vjen me albumin e tij më të ri thirrëm sot ose nesër me 16 këngë që vendosin në pjedestalin e estradës shqiptare. Sot në lidhje të drejtë për drejtë kemi në studio Ylli Manin. Mirëmëngjesi Ylli. Mirëmëngjesi Ylli. Mirëmëngjesi. Apo më shënë? Po të shohim e po dëgjojmë. Shikojmë edhe ato A jam drejt kështu? A jam si drejtje. Bash ashtu drejtje, shumë mirë. E ke zgjedhur këndin më të mirë. Ne I themi shpesh I them Valbonës, djaloshi me yll në ball. Mirëmëngjesi Ylli. Mirëmëngjes. Faleminderit për fjalët e mira se po ju dëgjoja derisa po më prezantonit, edhe më kapi siklet. Jo, pas siklet, sot e kemi lanë modestin anësh Ylli dhe të gjitha emocione, sepse sot e kemi vetëm festa. Sot e kemi vetëm fest. Yll, na jo rastisht, sot ja fillum edhe pak me këtë after movie të Shkupit, dashtë me anisëm pak a shumë kështu me emocione që më përcjell për gjatë gjithë mujve prej gushtet në fakt që e lam pas. Mirë po ka qenë edhe një revolucion do të thoja edhe për ty. Du tashme na I nda ato emocione që ndoshta atëherë nuk I kemi ndjej, mirë po unë ku ndjej që ke pas pak trem. E di që ka qenë një koncert shumë I madh, më I madh deri më tani I realizum nga ty, e di që këtë vit do t'i thysh rekordet personale, sepse kjo është në fakt një recept që e ki kështu personal. Më thuaj qysh ka qenë ky vit për ty, mirë po të flasim pak më shumë edhe për koncertin në Shkup. Viti 2025 ka qenë shumë I begat. Krejt departamentet më me thonë. Për mu pika ma e naltë. Nata ku më dje mas shumë të emocione, ka qenë koncerti në Shkup, në datë 20 gusht. Jo pse mbramjet e tjera ose koncertet e tjera nuk e kam pas veçantinë dhe emocionin e vetë, por ka pas diçka për atë natë që hala I struggle, ngeci kështu me formulu me fjalë, sepse mendoj që ka qenë më shumë se vetëm një performancë, edhe një mbrëmje tjetër e jamja, ka pas diçka në ajër, në energji, në krejt ata njerëz fakti që ishim në mes të Shkupit, edhe që njerëzit u shkrishin, kënaqeshin. Shumë e vërtetë. Këteshin, edhe ta them të drejtën, kur me Bonartën edhe me krejt ekipën e 360 kemi fillu me fol për Shkupin edhe me planifiku, unë nështë nuk e kom ditë çfarë rëndësie tamam kulturore edhe çfarë revolucioni ka me qenë me mbajt një koncert solistik në Shkup, po jam shumë krenar, edhe nuk do t'jetë tjera fundit. Që edhe sot, kam, kur kthena në atë natë, kam shumë problem me po qartë, tamam çfarë natë e fantastike u kam, s'di. Me të vërtet vetëm ata që kanë qenë prezent e dinë se, edhe besoj që një numër shumë I madh edhe në fakt në Shkup kanë qenë prezent dhe e dinë se për çfarë energjie dhe për çfarë emocione po flet edhe ne bashkë ndjejmë në fakt këtë eufori që na ka përcjell. Unë kërkoj ndjes sepse nuk kam qenë prezent në koncert. Ka qenë këtu dritroj. Por aq shumë më ka fol mor Ylli për atë koncert. Më duket po sepse kam qenë I zënur me disa punë. Më ka thënë që s'ke qenë këtu. S'kam qenë këtu. Edhe patrojnë kemi nga Dibra. Pastaj aq shumë jam penduar. Jo, aq shumë jam penduar se aq shumë më ka fol Valbona saqë do doja të të pyesja edhe për këngët se kam filluar të dëgjoj jashtëzakonisht shumë dhe kam filluar që të bëhem një fan si joti për mënyrën e stilit të kënduarit dhe tekstet. Ku jemi tek tekstet, unë do doja të të pyes. A ke menduar ndonjëherë që të vendosësh ndonjë paralajmërim sepse kjo këngë duhet të dëgjohet, nuk mund të dëgjohet pa përgjegjësi personale. Keni kujdes o njerëz. Caution. Mu pëlqen kjo, qysh me thonë, kjo ngjyrosja muzikës tam se
një muzikë që i emocionon njerëz, një muzikë që ishtem me kajt ose i fut në për mërzi të thella dimrore. Hiq pa merak se kemi kajt sa dush, kemi kajt. Nuk është bashkë ashtu, po edhe është ashtu. Edhe është, po edhe dyqysh, anë edhe vaj, dyqysh shliran. Shumë e vërtet. Është terapia më e mirë e njeriu. Mendimet. A ke bëu kur kanë, dyqysh dëm kryt, pyet uj ka pak se deri. Edhe lirohesh. Dyqysh, atë marr gjumin mua mirë edhe je Nuk mundemi me qenë gjithmonë të lumtur, kështu që ajo balanci mes emocioneve është më e nevojshme në jetën e përditshme, sidomos kur ndonjëherë nuk mundemi me gjetë arsye për me çajtë, lëshojmë këngët e yllit edhe gjejmë ndonjë emocion, kështu që është fshehtë brenda nesh edhe kështu zbrazim krejt. Kur jemi ke emocionet, unë do doja t'ja parashtoj një pyetje tjetër yllit, që të më thot ylli, sa ka dëgjuar tash, se sa lidhje mendon që jam prishur këtë vit, vetëm se dikush e ka dëgjuar këngën e yllit në ndonjë moment të gabuar. Kemi edhe nga ata. Unë mendoj që ka më shumë lidhje që ndreqen. Edhe unë mendoj që po. Unë mendoj që jam artisti që i ka ato këngë që kur e qas në këngë të re, ja çojnë kështu njëri tjetrit në sistem blok. Nëse s'din që shmi shprej ndjenjat, vetëm e dërgon një këngë t'yllit edhe mendoj që shprehemi më mirë. Ose nëse ka ndodhur që ndaj çeft është në hapse unë kom qit ndaj këngë, edhe ajo është ndimes, diçysh se i nimon me marrë një hap gjatë të rënd, po do të mirë për veten, s'po di. Sigurisht. Yll kur jena të rekordet, ky vit ka qenë në viti i rekordeve, mirë po unë du pak t'ja filloj një muj para vitit 2025, ku fillut, në fakt bashkë me ekipin dhe me Bonartin, e fillut një udhtim që unë mendoj personalisht që ka ndryshu komplet strukturën e estradës edhe muzikës në përgjithësi shqiptare. Jënë koncertet e AMC Hallit, ku ku marrë pjesë edhe unë, dhe që jom nalë midis rrugës, kom qenë duke udhtu prej Prishtinës për Shkop, jom nalë midis rrugës edhe kom ble biletën, se biletat janë shit për 3 orë të koncertit të datës së parë. Pastaj keni lançu edhe datën e dytë, edhe keni vendosur që me të vërtet me realizu një koncert live, nuk muj me thonë që i pari ka qenë të ndonjë këngëtari ton, mirë po ka qenë i pari në një realizim të tillë në fakt, sepse kemi shumë nevojë yll mi dëgju këngëtarët ton duke performu live. Çka ka ndryshuar prej AMC Hallit edhe a mendon me të vërtet a mendon që ke bërë revolucion në estradën edhe në skenën muzikore shqiptare? Atë botë vitin e 2024 kur po flat, mendoj që kthesa e parë ka ndodhur kur kemi dalë live dhe kemi performuar në Sunny Hill, Vegas. Po. Fillimisht. Ka pas diçka që unë e kom ditë që ka qenë si kthes edhe në karrierën tam, po pa dashur me u bë shumë prepotent ose me të vëllu arrogant edhe në industrinë e muzikës shqip, sepse njerëzit, publiku e panë që që ato s'kena ndoja mujna edhe në artistat shqiptarë, me ebë një performancë dinjitoze që mërët më krasu edhe me performancat e artistëve të huj. Pastaj erdhi Dimri edhe unë jam artistat jemi pasigurt, jena ka pak sikletshëm, kena ato dyshimet e tona, po fati është që punojmë në ekip që guxon ma shumë sën, shef pak ma lartë sën, edhe beson në mu, edhe në fation në këtë rast, që we can pull it off, edhe Bonarti, 360, krejt, ata njerës që po një me t'inglu kështë shumë bajat, po që i du shumë edhe i ndërsoj. Vendosëm që me majtë 2 koncerte në Prishtinë, live, 1 orë gjys, 1 orë 25 minuta. Edhe mënej që the rest is history. Do me thonë, e provokum një lëvizje edhe tek këngëtarët e tjerë që na do të me jabë mrapsh publikut pak ma shumë sa performancat që a kena ebë deri tash. Shumë e vërtet. Publiku e ndjen, e vlerëson edhe e sheh punën e gjithë secilit, dashnin tonë ndaj punës edhe vlerëson manej mirë. Unë vetëm përdu me na i përcjell atë momentin ku jam bo sold out për 3 orë biletat. Qysh ka qenë ajo emocion për 2 orë, më falë?
Jo, po që kështë... Aha, okej, m'fal. Tash mos e gabova. Kërkon Unë fjalën mbaj që do mend që për 3 të- orë jam po sold out, ndoshta jam edhe gabim, mirë, po du me ditën ajo emocioni që kam bizetru në dhomë, ku keni qenë krejt, se sigurisht kur jam bo, do me thonë, lëshimi i biletave në shitje, do me thonë. Gjatë monitorimit që Po, e kam gjatë monitorimit, vëzhguar, po, që e keni Jam vëzhgu. bërë për 2 orë. Po, 2-3 orë, kështu ka qenë unë sa e dije. Ditën tjetër 6 orë nëse s'gabohem. Ona kam qenë në palestër, Ha. në fitness, se kjo, për do isha me folë me gramatik, kam qenë në fitness, edhe ka qenë, kam shku rreth orë, biletat e natës së dytë ka ndojnë në ora 6 mbrëmjen në shitje, edhe unë kam fillu stërvitjet rreth orës 6:15, 6:20, që ashtu disa e kam pi një kafe, një cigare. Në palestër, Edhe i kam bravo. përfundu shtrimet, kam bo pak kardio, e kom bo një tësh, jom dal jashtë, edhe zakonisht fitnessin e shfrytëzoj kështu edhe për mu socializu, nuk është të shkoj rri 1 orë 2, do me thonë, është edhe një vend ku ka leku edhe me shoqërinë që shkojnë aty, edhe është një farë lloj komuniteti, që e njohin njëri tjetrin. Edhe pas 2 orësh që isha, më shkruajnë edhe më kallzojnë që jem ofër shitjes, edhe dyshysh të isha kur në dyshysh. Avullum. A Tani vullun. s'më isha me shku në shpreja, dhe tash ma vëshim pret, edhe isha aty me Petritin me shoqërinë time edhe në ora 9, dalëm me sold out. Qëre, u kanë edhe mirë për mu, mirë për neve, mirë për egon tam, mirë për krejt, po edhe na kanë qelë sytë jashtë zakonisht shumë, që njerëzit janë tepër të etën, për evente ku artistin e tyne preferu me shohin live, e shohin skin, e shohin me një band, edhe shohin që i kena e bëzar, jena munu, edhe që e vlerësojnë dashnin e tyne, edhe prej sa një hel, prej 2 netve të djetorit në Amës e Hall, unë e ku ba dëkshëm që publiku den edhe i vlerëson ata që e dojnë këtë punë tamam edhe për një vend. Unë do doja t'i parashtoj një pyetje yllit, për shkak se zakonisht kur bëhet repertuari i këngëve, tekstet, kur krijohen për të dalë një album, pa vetë ndonjëherë artisti lidhet emocionalisht me ndonjë këngë, ose mund të gjen zhgënjim. A ke gjetur zhgënjim në ndonjë këngë për albumin e fundit që e ke krijuar, dhe pastaj të ka zhgënjyer ndjenja jote dhe ka dalë për kundërshtit? A ka dalë më mirë, a ka dalë më Po. Ka dalë për më mirë. Që i ka kalu pritshmëri tua. Pritshmërit i ke patur që, okej, mund të jetë si pjesë e albumit, por ka ndodhur e kundërta, populli e ka pritur më mirë. Unë mendoj që ylli ka pas vështirë me i përcaktu cilat me dalin në fakt në album. Po Se pra, ka po, ditë si që ndjesi krejt janë personale kushtet. ekziston ajo pa. Nështë në herë dalin filmimet e mbledhjeve kreative, e qysh jena për la, ose qysh unë e kom insistu për naj kongë, ose qysh dikush tjetër për ekipës ka insistu për naj kongë tjetër. Ka qenë një numër i jashtëzakonisht i madh i kongëve që i kemi punu bashkë me Fationin, të Nikën, Denken. Edhe në fund, i kemi vendosë këto 16 kongë, tam të drejtën, për tërsinë e albumit, unë jam di shumë krenar prej ditës kër e kom punu, deri ditën kër e kom dërgju masterat final. Jam hala i surprizum sa shpejt është marrë prej publikut, edhe njerëzve i ka pëlqy, edhe e ka mbot tynën, sepse në produktu më bo modest, Sot s'ka as për modesti. tokë, po dhe jo, s'pëdu më po ashtu bajat, po përdu më thonë që janë shumë kongë, se s'la kongë është 3 minuta plus, në një kohë ku dalin shumë kongë, edhe ku vëmendja e njerëzve veçtën të zvoglu, shak të kontenteve si Reels, TikToks ose Facebook, edhe në këtë farë lugën edhe të lovin e shumë kontentit që prodhohet. Kom menu që albumi kam një pëlqy me dëgjimin e parë, po kam një dash pak ma shumë kohë për me tretë, për me marë, për me... Po, për një kohë që ka shpejt me bot tynën, unë jemi surprizum për të mirë, për ketë këtë mbarvajtje. Në epokën e dimrit, baladave, sa ne kom menu në shtatë që naj kam tjetër ka me dalë ma mpa,
Po njerëzit e dojnë momentalisht ma shumë të ditë natë për ty mendoj. E vërtet mund ta dallojmë pak ma shumë se këngë tjera. E kam mësuar edhe Që dritroj. nga kalu prishmërit, se e kom prit pak a shumë që ju pëlqen njerëzve, po qysh, u shashtresëm. Kur jemi të shashtrismja, janë edhe numrat, shifrat që tregojnë se sa të shashtrisur jemi të gjithë. Janë 15 milion klikime. Do të thënë mbi 15 milion klikime. Po, nga 18 dhjetori ku është lansu edhe albumi, janë 15 milion klikime në të gjitha streaming platformat. Kjo tregon shumë qartë të yll që modestia në lajmë mbrapa edhe flasim për një profesionalizëm, për një punë që e ke kriju për kohë të gjatë. Edhe vlen të potencohet që ylli nuk bën këngë hite të momentit, po bën këngë të cilat kanë më dëgjuar edhe për shumë vite. Kur flasim për albumin Thërëm sot ose nesër, unë du pak me ditën sepse nuk e di a e din e kum studiu muzikën, mirë po pak a shumë edhe kum dje procesin e ndryshimit muzikor të te. A kanë ndiku koncertet live të prodhimi albumit të ri? Se kum dëgju ma shumë instrumente, kum dëgju ma shumë lëvizje të ndryshme tematiket muzikore, është ndjeja, jo? Për të gjitha ata që mundu me pa pak me një dimenzion tjetër albume. Faleminderit për këtë vlerësim, edhe shumë pyetja po më pëlqen. Po, domthon kur dal në skenë, unë e kam një avantazh se ka kërkush nështë në ekipe që punojnë, që janë ndryshysh në skenë, edhe të e ndjenë. Edhe tjerë të ndjenë që punojnë bashkë me mu, edhe e japën se si një kontributën e vetë, po kur je te performuse, edhe jenë skenë ka diçka ki një avantazh në 5% ma shumë, për me ditë çka po reagojnë njerëz, çfarë këngë, nështë i mungojnë ka pak repertorit që mujnë me bo programin ma të plot, kur të dalë me një band muzikor në skenë, ku drita të të te edhe ku janë mira njerës para teje. Kështu që kjo ka qenë ajo approach kur kemi një studio edhe kemi fillu me bo albumin. Normalisht këm rrugës në për koncerte, na gojna muzik, ku na bo mbajat këngët e tona, se në shkushpran se artistat na ngojna shumë këngët e tona. Edhe ato që kanë medalë, edhe ato që kanë dalë, gjithë e gjesha vetën të u këthy të këngët me cilat ju më rritë. Këngët që ma kujtojnë një kohë ose një periudhë kër këm qenë ma i ri edhe u kanë koha ma e thjeshtë edhe gjithë shka u kanë ma e letë. E këto e në këngët të pop rock grupeve, Shqip, Minatori, Gjurmët, Elita 5, ose Energy Bandi që është grup ma i ri, po një më rritë në muzikën e tyne. Këngët e muzikës pop, folk, edhe normalisht i studesha format, strukturat e këngëve, tekstet atëhere që shëmbo, edhe kush është ashtu dikush me qatë mendësi. Dikush si dikush që ka një studio dhe në vitet 90-2000 është të e bu një album. Për cilin këngë je më excited me realizu live? Për albumit ri po flasim. Albumi qelet me këngën Ajr, edhe ka një farë dramaciteti që ajë këngë, ka një zamrën ta, kështë e di edhe e vizualizon. Projektor, po dhe projektor e di saksisht që kisha pas, që kisha në pas. Besoj që Eni e realizon krejt dëshira që i ki. Eni, ma mirë se sa që a i menaj në shtatë, me thonë. Zdyshoj. Do duhet që t'ja ndjellësh imagjinatën tonë për më shumë. Po, ylli jena në 5 minuta... Unë jam me fatë që punojmë një ekip që do me thonë, me thonë 50% rase, ma më shqejlin gojnë me ide të tyne. Se në shkojmë një ide, edhe ma bojnë shumë mirë, qa për do për ty që kjo dhe gjithë thonë, pse? është kesh në fakt me ta kalu pritshmërinë ose me ta lexu ma mirë mendjen tonë. Ti do të thuash kështu ill. Faleminderit o Zot që mendjen e kam të hapur që të tjerët mi lexojnë mendimet. Jo, ka një herë kur në prezentojnë diçka dhe është kështu godet në qandrën ta, më thonë. Shikimi, vracën. Shikimi, ha? Yll, këtë vit ke ndash shumë dashurimet të tjerë, sa tu këthy dashnia. Opa! Tadadam! Jo është këthyrë me bollok, besoj. Dashnia të këthejet qatë sa jep. Shumë përgjigjemi.
Nëse si e të marrë, çka e të dash, nështë si e të japë Aq sa duhet. Ka çfarë fjalier. Wow, shumë poetike për orët e para të mëngjesit. Shumë, më vjen pa ndyl. Kanë edhe ndo vetën shtu të folë, më pëlqen shumë çka thonë. Pikërisht kur jemi të këto fjalët e urta poetike, në shumë intervista ke thonë që duhet me shiju momentin, duhet me jetu për moment, nuk duhet në fakt shumë me jetu në të ardhmen ose në të shkuarën. Po ta jetoj momentin. Ta jetoj momentin, t'i gëzojmë të mira që na i sjell jeta për momentin që i kemi. Në thuaj yll për vitin 2026, edhe pse kjo është pak flasim për ardhmërinë, mirë po çfarë planifikime ki, çka don diçka që të ka munguar ndoshta vitin 2025, që don me realizu vitin 2026. Nuk po flasim veç për karrierën, të flasim diçka edhe më personale. Ndonjë arritje që e ki dhe që dëshiron që këtë vit domosdoshmërisht me realizu. Përveç se prindërit që të thonë, hajde martohu birë se u bë vonë. Përveç se kësaj. Nuk e ke këtë, po mirë. Që ka amnestu për 2026. Jo, jam amnestu shqyqët ku pas që se fjalisht të shqyqët. Shuj, ta mbajmë kështu sekret, mos e thuaj. 2026, s'pë di, nuk është hen, kush dhe që të thot që e ka një plan të qartë, konkret. Qoftë për aspektin profesional është gjithë ma e thjeshtë dhe ma e letë, me thonë. Sepse është një farë projekcioni që bëhet, është një farë qëllimi që e qëtë vetës të edhe ekipa jote. Në aspektin personal, mënët më duk shumë që sharake si qëllim, po është me flajt e dhe gjumë me bu pak për një. E kemi pa në rritë sociale sa të mungon gjumë. Një fatur cilën e pagujna jashtë zakonisht stajt. Me tonat mirat që nga ka që zote me këtë profesion dhe jam falenderus. Gjumi është, du me thonë, lëks. Shumë i ba. Lëks i paprekshëm. Shëndeti mendor, shëndeti fizik, jo është jam e për i krejt lutna për shëndetin e familjes, njerëzve që më thënë që i du. Edhe nështë pak ma shumë mja jep shansën vetës me u qenë në atë raportin shpirtëror. Shumë e bukur. Shpresoj që të realizosh të gjitha këto që i ki vendosur dëshira për veten dhe shpresoj që me të vërtet viti 2026 do të jetë i begatshëm, i shëndetshëm mbi të gjitha, sepse këto klikimet hitet i kemi të sigurta. Nuk e dyshojmë. Unë do doja edhe një pyetje t'je parashtroj Yllit. Me që e pati koncertin e fundit që e pati të më thënë këtu në Shkup, ishte një koncert i cili ka thyer gjitha rekordët, si që përmendëm në fillim. Yll, kur diskuton me kolegët tjerë, a mendon që fokusi a e flisni ndonjëherë me shokët, me gjithë artistët, që sikur e kemi anashkaluar këtë trevë shqiptare? Shkupen. Në përgjithësi Maqedonin të flasim. Të flasim sinqerisht. Pak ma thaj zemrën, sepse nështë ta me ka përcy guidelines të menaxhmentit për këtë intervist, po unë nuk e kom ditë seriozisht se kom ditë çfarë lëngimi ose çfarë dëshire ose çfarë plotësimi ka qenë për shqiptarët që jetojnë atje me ardhur një artist shqiptar edhe me organizu një koncert. Kom qenë totalisht naev në këtë aspekt. Do me thonë, jo për shkak të mos dëshires për me qenë e informum, po prej perspektivës tanë, unë e ku marrë në Shkup, kur kom dasht me arë me shoshnin tam, kur kom dasht me blej diçka në qandër tregtare ose diçka, dhe kom presu pëzu, straj, që krejt e bujnë qysh vinë, shkojnë. Në është ta nuk është najfar klabi, që mujna me shku me performu ose diçka, po dyqysh më ka duk Kalimthi. që nuk ndiheni të harrum në atë aspekt. Së di që shme thonë, nuk ma ka marrë menja. Shumë mirë, po e thu se që ashtu është në fakt realiteti, pjesën Në e... moment kur kemi fillu më organizu dhe ju na thu ditët, edhe po më shqefën ka pak trupe, ditën e koncertit, një ditë ma heret kër ju mardh, edhe kër i takësha njerëzit edhe ma vëshin faleminderit shumë që kjo ardhë, faleminderit shumë që kjo ardhë. Öll të se din qëfar do me thonje është kjo për neve, öll që isha, okej, herë me pa fjalia 2, fjalia 3, 4, 5. Kur bëhet refreni... Kompliment. Jo, kur filloj
me qenë e përsëritur për krejt njerëzve dhe shumë të emocionum, që atëherë thash, o, Yli, i bukur. Ajden çfarë do të thonë paska. Dyqysh, vazhdoj me qenë njerëz zakonisht i prekun kur e flas këtë temë. Privatisht më me diskutu edhe më qartë, edhe më eksplicit me qenë. Po çka po do më thonë është që përveç se për mbushjes profesionale, personale, ka qenë edhe për mbushje dyqysh shumë shpirtërore dhe definitivisht njëna për nga dhe ma do me thënë se njëtën tanë ku për një me, jëmë një që jena mledhë dhe që shkërë se të jena bashku. Uroj që të shtohen më shumë këta eventet, edhe kujtimet e kolegëve të tu, që na kujtojnë sa më shpesh. Edhe pse Uroj Shkupi që ka qenë të mbushet me yje më shumë. Shkanin Shkup. Kur u kry koncerte, krejve, si përmani me amra, i më thonë, hej, do një me shku Shkup. Shkoni në Shkup. Do një me shku Shkup se... Jo, do më thonë, kanë më tra numëra tepër, kanë një prit mirë, tepër, kanë një dosh tepër, kanë nevoj me shku artistat, me performu, me dalë rinia, mu mledh edhe mu knaq. Ka një dashuri me sinqeritet. Po. Dritroje e përmeni në fakt paka shumë jemi një troj e harruar, do të kisha thënë, sidomos në pjesën muzikore, sepse nuk është shpesh që na vinë artistat me performancat e klubeve kështu me radhë, mirë po kjo ka qenë një revolucion, mirë po ja vlen të potencohet yll që tashmë edhe ti e din normalisht edhe menaxhimenti që kemi pasur publik nga të gjitha trojet shqipfolëse. Domethënë kanë ardhur prej Tiranës, kanë ardhur prej Prishtinës, prej vendeve të tjera të cilat nuk kanë mujtë me vizitu yllin në AMC Hall, mirë po edhe mbi të gjitha ka qenë open air koncert që ka bo edhe më të veçantë. Yll, një urim për të gjithë, hajtë po thojmë kështu shkupianët. Hajde gëzuar një urat për fund vit. Për krejtë vendin tonë për Maqedoninë e Veriut, një urim edhe mbi të gjitha të ndashat energjinë e fundit, sepse kjo është intervista jote e fundit, e di që të kemi zgjuar shumë herët, mirë po na i fal pak. S'është faji, është faji i atyre që e kanë organizu këtë intervistë në orët e ashpëm të mëngjesit. Juve s'ju fajsaj. Mas pari falenderoj për fjalët e mira. Kënaqësi e jam meritoj 100%, do me thonë. Edhe nështë ta kërshko me ditë, po në gjithësëse i falenderoj për vlerësimin, për pyetjet, për bisedën që ka janë zakonisht e këndshme. Për këtë shqiptarët, Maqedoninë e Veriut, i uroj vitin 2026, edhe i dua shumë. Faleminderit për dashtinë e pakosht që ma keni jap prej ditës parë kur kam filluar me kënu, edhe deri sot që kam po flasim. Për krejt rinin atje, mësoni, edukojuni, shëtesni botën, ngani muzikë, shkani në për koncerte, jetoni jena më të mirët në këtë mesazh më i bukur planet. Edhe dujeni vetën, e kena vesh një jetë, dohet me jetu, dohet me shiju, dohet me u knaq, edhe sa ju shëndrejmë mrapa deri kur gabë Zoti ymë. Faleminderit shumë Ylli, faleminderit shumë që ishe bashkë me ne sot. Të dëshirojmë realizim të gjitha ëndrave, planeve të tua. Shëndet të mbi të gjithë shëndet të kesh. Të pasim gjithmonë dhe të premtoj, koncertin e radhës do t'jem back vokal aty. Jo, koncertin e radhës më thuj, drejtëra, që kam ca punë, jam atje, jam këto. Koncertin e radhës duhet t'jesh. Të betohem publikisht, do t'jem back vokalist atje. Nuk kemi njoftën, figurant do t'jem me tupa mbrapa, dije. Jo, nuk ki nevoj ti figurant edhe back vokalist atje. Nuk t'lodhim na, ti keme shiju. Ti keme shiju. Të premtoj që do t'jem Ylli. Faleminderit. Ka dorë tha një punë, diçka që më thonë... U munova me nxjerr pistatës për kur qysh. Jo, unë e qa përgjigje jape kur s'do me shku dikon. Jo se më Kosove, ka marrë do punë. Jo, të premtoj Yll që koncertin e radhës, kudo që ta kesh, në për treva shqiptare, aty do t'jem. Faleminderit shumë Yll për buzëqeshjen, për këngët, për çdo gjë që po jep për popullin tonë, që po mundohemi që ta kemi sa më të lumtur ose sa më të shprehur emocionet në mënyra sa më të duhura. Po, urime vitin 2026 dhe ritakohemi në ndoshta intervista tjera kur kemi edhe ndonjë lajm edhe më ekskluziv, ë? Kemi edhe në Shkup.
Patjetër. Patjetër. Ju faleminderit Faleminderit shumë. shumë. Ishte kënaqësia Ju jon. dua shumë. Të dëshirojmë shumë suksese. Përshëndetje Mbarësi e fort. suksese.